Vendimi që u mordje ishte kujdestaria e fëmijëve edhe zgjedhja e martesës. Kujdestaria e fëmijëve u vendos tek babai i tyre, në një kohë që ai është i dënuar për dhunë familje, është edhe arrest shtëpijet. Ma ka thonë, unë do t'i marr fëmijët e mi, kam të marr mallim janë i gjuirën fëmijëve të tuaj. Më ka marrë rëshan për tokë, ka kënë shtëpia plot gjak, gjysa ftyrës teme ka kënë plot gjak, nuk shikja si sen. Edhe më ka thonë që shije këtë gjak të fliqën, jam qu një shto, kam fshi gjakun tem, edhe kur më ka ratë fikt, më ka dzerë jashtë, më ka lag me ujtë kanalit, dhe me thonë ujtë pistë për mu që unë. Unë dihem shumë keq me venimin që ka marrë gjykata për rritjen dhe edukim babait të tyre, unë nuk jam dakord. Sepse ai nesër mas nesër mund t'i dhunojnë ato fëmijë edhe në gjak të zetë mund edhe t'i vrasin fëmijët, përderisa ai ka fjet me një pistolet tek kokat. Edhe mënyra si ka ecë, si ka folë, si ka qeshe. Gjysa fajit është e saj. E ka të pru, dhe në meron sy. Po pse gjithmonë asaj ndodhin këta gjana, pak ma qet me ken. Kush e di si ka kënë puna? Sa shtë më dhim të si fije. Gjithë shka të regën, kura që i ka në krejt me në male. E ka kërku vetë. Tash nuk kanë morë hiq. Kur s'të ka folë në rrugë, mirë e ka. Nuk të rakër, kush ka? Kush dënë më duk, e pagun, mirë balja ban. Për një fjale, për një shput, fillen gjykatë. E ka hak dhe jakon. Vendimi për pjesën e divorcit ishte mas një dhune në familje kundrejt mejet. Arsyeja ishte krejt banale, një mos në gjem zile telefoni. Aty filloi një debat që pse nuk e në gjem telefonin, thej telefonin, pas një debati mes njëri tjetrit, ndërkohë që nana mundote me sheshu komplet pjesën e debatit ton, filloj me ushtru dhunë kundër mejet, kundër mamit, me drejtoj në një moment pistoletën që e kishte pas në shtëpi. Vetëm Zoti mall dhe fal nanës teme, ne arritëm me pështu sepse që ty na hall nga balkoni. 3 muajsh. Janë 9 vite dhe ne akoma jemi në procese gjyqësore. Po thuj se pjesa më e madhe e gjykimeve të mia janë në apel, ku pritet edhe vendimi përfundimtar. 9 vite të tëna bashkë, kanë kanë 9 vite mjetesë, kanë kanë 9 vite luftë më kërku drejtat e mia, kanë kanë 9 vite për me mbrojt fëmijën tim, sepse ma vonë edhe fëmia jem u bë pjesë e dhunës. Për momentin djali është me urdhër mbrojtje. Unë kërcënohesha, më dërgoshin mesazhe që kena me të vrata në familjen tënde, kena me gjyshtuk për i faqës dhe ty, mos mendo se keme egzu djalin, djali është gjaku jonë. Ndërkohë që unë isha në komunikim me policinë, gjatë momentit që shkëmbeshim debate me palën tjetër, edhe ju thosha që jam filanja, më ka dalë ish bashorti përpara, jam në këtë gjendje, jam ku ndollesha, i tregosha të tëna, policia më thote nuk e dim të sa këtë vendodhje. Në të momente më ka marrë, më ka thuj telefonin, edhe ka ushtru një dhunë ekstreme kundrejt mejet. Ishte nata e ditëlindjes së djalit. Në të momente ishte dikora 3 natës ose 4. Rrjetet sociale ishin mush të gjitha me imazhin tem. Me imazhin tem ku thohe që unë isha një nani morale, që nuk e meritosha fëmin, që unë edhe prej statusit tem të punës nuk e meritosha me kena aty ku isha, që shteti u do të me marrë masa kundrejt mejet, e shumë fëmije të tjera. Askush nuk më besote. Atë ditë kishte takimin me fëmin, djali shkon e takohet, kur më vjen për i takimit, djali më vjen me vesh të prem. I tha të daja të lutem hajde apo më liman te, dhe a mund është me më besu ti se mami nuk më besan, që më ka prej vesh të babi dhe mami nuk e besan këtë gjë.
Në ato momente kam shku e kam bërë kallëzim. Pastaj ka fillu ky kalvari tjetër i vujtjeve të tmerrshme, dhunë kundër të miturit, urdhën mbrojtjet kundër të miturit, tashmë kisha harru vedin, po isha një fazë tjetër që u do të më mënu për fëmin tem. Në qoftë se ti e dhunu me një herë, prej bashkëshortit në këtë rast, ti njihesh në shumë ambiente dhe në shumë zyra ku ti përballesh, ti njihesh edhe 10 fish më e dhunume prej atyne që duhet me të mbrojt ty. Sepse paragjykimi është shumë i madh. Paragjykimi është shumë i madh sepse ato ecën me një paragjykim që ha mos e burri është edhe ai mundet me ta bë, kur ti kërkon drejtat e tuaja. Ti kërkon drejtat e tuaja kur ty të shohin që ti je në ato pikat e fundit të në gjanave tuaja, të qoftë edhe me marë frym nga një herë në ata momente duket sikur ajo fryma që ti e marrë është pika e fundit e frymarrjes, se thua Zot më parë të vdes se sa të përballa me të në këto gjana. Në ato momente ke persona që fillojnë të tallen me ty, edhe tallen me jetën tënde, edhe me jetën e shumë femrave që nollen në pozitat. Ti je aty, ndërkohë që pala tjetër në ambientet e gjykatës, po them, ti dhunohesh në ambientet e gjykatës, ti fyesh në ambientet e gjykatës, ndërkohë që kur ti i drejtohesh me shumë edukat, qoftë gjyqtarit ose dikujt tjetër dhe i thu të lutem, pala tjetër, unë jam edhe dënu me gjob në ambientet e gjykatës, që pse je ty fol, ti pse kërkon, ku je ty i tregu ti që je ty u fy, a nuk e dëgjojo në ambientet e gjyqit që për pala tjetër është ty të fy, jam dënu me gjob. Ose kam shku në gjykat, normalisht në gjykat do shkoj e veshur, nuk do shkoj pa krej, as nuk do shkoj, më kanë thënë këshu jetu jarë ndasëm, me ndonë se jetu jarë ndasëm. Ama ju them tonë atyne që janë nollë ose ndollen në situatën që jam nollone, e vetmja gjë është forca, e vetmja gjë është besimi, e vetmja gjë është me mënu me luftu edhe me mënu ma të mirën për fëmijët e tyne. Nuk jena ne ma në planin e parë, është dikush tjetër në planin e parë, ata janë fëmija që s'kan pse me hek edhe s'kan pse me vujt për gabimet ose vendimet që kena marrë ne. Shkosha gjithmonë punë e rrahun. Shkosha në punë gjithmonë me trup të zimun. Kisha frikë ma në shpi. Më kanë qitë sa herë jashtë. Më kanë lënë me fjetë, kanë fjetë në për koridore. Me ushin deren. Gjendja jeme ka qenë shumë e keqe. Si një sklave. Ja kam jetujt si një sklave me 3 fëmijë që kanë qenë edhe fëmijët e tij. Ai ku s'ka pas mëshirë për fëmijët e vet. Unë s'kam qenë as kërkushi për te. Kohët e fundit gjendja jeme u përkesu shumë, derisa unë një ditë vendosa mas shumë viteve dhunë, presione, ekonomia për vedi, të marrë që kaloja dita ditës, me marrë fëmijët e mi e me ikja shtetit. Kjo ishte e vetmja mënyrë me pështu jetën e fëmijëve dhe jetën teme. Kam pranu më najtë në rrugë 2 muaj në Francë, vetëm mos më u kthy gjendjes së dhunës ku kam kalu atje. Edhe jam shumë peshman që se kam bë me kohë. Po fëmijët e familja jeme, e mentaliteti më kanë lënë pa marrë këtë vendim sa më shpejt. Realiteti është që viktimat sot, gratë dhe vajzat, përballen me sfidat e veçanta, sidomos për sa i përket çështjeve të dhunës, kur kërkon drejtësi për çështjet e dhunës, por edhe të diskriminimit. Kjo sepse në radh parë shoqëria vet ka të tilla konotacione të cilat janë patriarkale dhe jo shumë në favorin e viktimës. Normalisht jo vetëm viktimat, por edhe unë si avokate mund të them që shumë herë jam përballur me dhunuesit dhe kam rrezikuar për në të njëjtën formë dhe normalisht duke patur parasysh edhe ndryshimet e reja
që po sjell drejtësia dhe kodi penal dhe kodi procedurës penale, një ndër sugjerimet e Këshillit të Evropës është edhe mbrojtja e viktimave, por edhe avokatëve të gjenisë femërore, të cilat për shkak të gjenisë tyre bëhen objekt i përndjekjes së dhunuesve. Është shumë e vështirë, ndryshimi i mentalitetit është një proces që kërkon kohë. Ka filluar që në 90-ën me aktivitetin e organizatave jo fitimprurëse, që për fatin e mirë operojnë shumë në qytetin e Shkodrës dhe mëtej, por që akoma më vështirë bëhet pavarësisht nga lobimi i instancave, pavarësisht nga ndryshimi i ligjeve, pavarësisht nga angazhimi i të gjitha strukturave, viktimat akoma sot vazhdojnë të përballen me vështirësi të tilla, të cilat neve si shoqëri dhe si shtet dhe si institucione dhe si profesionist na vënë në atë pozitë të tillë që duhet t'i mbështesim maksimalisht. Në shumë raste më vjen keq ta them që viktimat kanë kaluar edhe ezarurim për shkak të traumave, kanë përfunduar edhe në institucione të shëndetit mendor. Gjë e cila pastaj është interpretuar në disfavorin e tyre, duke sjellë dhe humbjen e të mitërve. Në vitet e fundit kemi një rritje të urdhrave të mbrojtjes dhe pranë Bashkisë Shkodër variojnë nga 10 deri në 15 urdhra mbrojtje në muaj. Duke pasur një rritje shumë të madhe të numrit, gjendemi përpara një vështirësie në përballimin e gjithë këtyre urdhrave, në mungesa strehimi të përballueshme për të gjithë, në mundësinë për ta integruar edhe një herë nënën me fëmijët në komunitet dhe në fushën ku ato duan të ushtrojnë veprimtarinë, ndoshta për ta punësuar, fëmijët për të shkolluar. Ndodhemi përpara disa vështirësive që nga fluksi i madh i kërkesave kemi vështirësinë për gjetjen e zgjidhjeve. Nuk jam më gruaja ti. Jam ish gruaja ti, e i bekum qoftë këtë titull. Se mas kësaj fjale nuk fshehet dështimi ja. Po forca, guximi, një gru që tha mjaft. Për vite me rrallë kam jetu për te. Heshtja mos me zemru, gënjia mos me shqetësu, justifikuja të pa justifikueshmen për te, vetëm me majt fasadën e familjes perfekte, që vesh për tjertë ekzistote. E një diçka mrena me e bërtiti më fort se frika. Mbaroj. Nuk ishte e lehtë. Jo prej dashnisa, jo kishte dek me kohë, po prej zinxhirëve të padukshëm të gjykimit, fajit dhe syve të bocës, për fëmijë, vjerri, kishe, lagjen, për gjithë përveç meje. Deri ditën kur mendova për vedi, për lirin teme, me marrë frym pa u kontrollu, me fol pa hesht, me rejt fëmi pa mësuse dashnia dhe me thonë britëm, kërcnim, poshtnim, e bana, firmosa. Fëmijët e mi sot kanë një nënt fort, të pranishme e të guximshme. Kanë kalu shumë kohë e rrethume për njerëzve që më donin të thyme e të billon. E sot, afër vedi dua ata që ma festojnë lirin, sa jam gjallë.